Është shtyrë për me 30 orë seanca për çështjen e Saspakut, ku shkak është bërë mungesa e njërit prej avokatëve. Ilir Beqaj, ish ministri i shëndetësisë, kërkon nga gjykata që t'i lejohet akses në një nga ambientet e gjykatës që të ketë mundësinë të dëgjojë përgjimet dhe të shikojë provat, pasi në burg e ka të pamundur për shkak të mungesës së pajisjeve. SPAK mbylli hetimet për këtë dosje në fillim të muajit prill dhe dërgoi kërkesën për gjykim ndaj Ilir Beqaj dhe 8 pandehorëve të tjerë lidhur me dosjen e Saspak. Ish kreu i menaxhimit të fondeve të Bashkimit Evropian, njëherësh ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, akuzohet për 5 vepra penale, mes të cilave korrupsion pasiv, shkelje barazisë në tendera, falsifikim dokumentash, mashtrim në bashkëpunim dhe mosdeklarim pasurie në rastin e 50% të kuotave të restorantit Zona. Sipas SPAK, Ilir Beqaj në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të Saspakut ka urdhëruar Kurtulejn, me të cilin kishte njohje të hershme pasi kanë qenë ortak të një shoqërie që të zbatoi vetëm për gjatë viteve 2022-2023 prokurime fiktive në kundërshtim me ligjet e Bashkimit Evropian për projektet. Për këtë dosje të abuzimeve me fondet e Saspak, Beqaj ndodhet në burg që prej muajit korrik të vitit 2024, ndërsa ndaj tij vijon paralelisht edhe procesi tjetër për koncesionin e sterilizimit. Në kuadër të kësaj dosje, SPAK ka vendosur në sekuestro preventiv apartamentin e dyshuar të fshehur nga Beqaj, 3 llogari bankare të pandehorëve me vlerë rreth 200.000 euro dhe 3 makina.